Kush kalon në rrugën kryesore që të çon në lagjen muzeale Mangalem, i bie në sy një kishës e vogël me një bazë relief të Shënmërisë. Dikur kjo kish ka qenë e madhe, me oborr, e gjelbëruar me selvi, dhe pranë portës kryesore ka patur një burim, ndërsa ndan oborrit të madh edhe fjetore. Ka qenë një kishat më të bukura dhe kisha më e madhe në qytetin e Beratit për qindra vite. Jemi duke folur për një qendër të rëndësishme të krishterimit ortodoks, siç është qyteti i Beratit, i cili ka qenë i rëndësishëm në perandurinë e shenjtë romake të lindjes me qendër Konstantinopolin. Këtu është kultivuar krishtërimi i hershëm dhe kishat janë të vjetra, duke filluar nga bërthama e qytetit, që është Kalaja, e cila ka mbi 20 kisha. Mangalemi, i cili ka patur jo më pak se 3 kisha, si dhe lagja muzeale Goric, që ka ende sot 2 kisha të mëdha. Giovanni Kajana, studiues dhe historian, shprehet se Mangalemi është një lagje e rëndësishme e qytetit të Beratit, e cila konsiderohet në mënyrë figurative si derdhja e Kalas. Që është krijuar pas Kalas, dhe si e tillë nuk mund të rinte pa një institucion të krishtërimit ortodoks, kur të mos harrojmë se në kohën e Mjal Engjëll Komnenit, që është i bjeshekulli i 13, këtu është ndërtuar kisha e Shënmeillit. Ajo është tepër piktoreske, panoramike, në një vend tepër të veçantë, por që është shumë lart në faqen e shkëmbit, një nga më të bukurat, e njohur jo vetëm në vend, por edhe më gjerë. Lagja Mangalem nuk mund të rinte vetëm me kishën e Shënmeillit, kur është formuar pas Kalas së Beratit, pas Kalas. Ajo duhet kishte edhe një kish më pranë saj, si më thënë. Dhe e tillë është ndërtuar kjo kishë. Kisha e quajtur Shënmëria e Ujrave është e lagjes Mangalem. Kisha e Shënmërisë daton nga shekulli i 15-16. Me historikun e kishave të Beratit janë marrë 2 personalitete të shquar si hirësia e tij, Antill Aleksudit, i cili ka jetuar në Berat si metropoliti i Kaninës, i Vlorës dhe Myzeqes, i cili ka ndenjur më shumë se 15 vjet në shërbimin bariton. Pastaj ati e është bashkëngjitur dhe ka bashkëpunuar dhe një personalitet tjetër i ardhur nga Akademia Franceze e Shkencave, që është Monsignor Pierre Batifol, që të dy këta janë zbulues kodikësh, që njëten, unë do t'i quaja korifej, dhe këta
sidomos Irsi Anthim Aleksudi, kanë shkruar hollësisht për kishat e Beratit, veçanërisht për ato të Kanas, por dhe për gjithë nahijen e Beratit. Sipas gojdonave, vendodhja e saj fillestare ka qenë në lagjin Çelepias, pikërisht në vendin ku sot ndodhet xhamia. Pas pushtimit turk, me konvertimet në masë të popullatës, banorët e të dy besimeve ranë dakord të rindërtonin së bashku kishën në vendin ku ajo ndodhet sot, pasi në Çelepias mbetën shumë pak të krishterë. Pikërisht për këtë arsye ajo nderohet edhe sot nga vendasit, pavarësisht besimit përkatës. Në ditët e sotme, sipërfaqja e përgjithshme e pasurisë është 1022 m2, ndërsa sipërfaqja e ndërtimit 26.6 m2. Kjo kishë në fillimet e saj ka qenë kishë e madhe, e gjerë, jo si që shikojmë sot. Kjo ka pësuar ndryshime. Kisha është dëmtuar herën e parë gjatë tërmetit të vitit 1851, kur u dëmtuan edhe lagjet e Beratit, pasi ka qenë tepër i fuqishëm. Ai shkatroi lagjet muzeale, banesat, objektet e kultit dhe shumë të tjera. Bile janë bërë shtëpi të reja, në Mangalem, në Goricë, në Kala, dhe në lagjet të tjera, ka qenë tërmet i fuqishëm. Kisha më pas është zvogluar në vitin 1940, pasi ushtria italiane në luftën italo-greke duhej të kalonte nga Berati për nëpërmet me mjete të rënda, si pasojë duhej zgjeruar rruga. Fatmirësisht neve kemi fotografi të Institutit Luçe, që ka marrë në 1940, kishën siç ka qenë e zgjeruar në origjinën e saj. Më është zvogëluar. Për të krijuar një imazh mbi këtë kishë të mrekullueshme, ka shumë grafite dhe piktura, të cilat janë bërë nga piktorë dhe udhëtar të shekullit të kaluar, të cilët na sillin pamjen origjinale të kësaj kishe dhe të qytetit të Beratit në vitet 1700-1800, si dhe foto nga studiot të huaja, si ajo e Institutit Italian Luçe apo shumë të tjera. Bile Instituti Luçe ka marrë veçantë fotografi kombanonët. Kombanorja ka qenë ndërtuar me teknikën e kluasonazhit, me 4 frontone në të 4 anët të stolisura, me nga 2 rreshta tullash dhe me kupol sipër, ku dallohet ngjashmëria me këmbanoren e kishës Katedrale Thjetja e Shën Marisë. Fatmirësisht, kishat janë pikturuar dhe nga udhëtarët dhe piktorë që kanë ardhur në Shqipëri, të tillë si Eduard Lir, William Link, Charles Cockerell dhe të tjerë.
kanë folur për kishat e Beratit, midis tyre dhe për kishin e Mangalemit. Dhe njohurit për këtë nuk janë të gobekla, po janë të zgjeruara, burimore, të sakta, sepse janë folur nga njerëz, janë përshkruar nga njerëz kompetent. Në këtë kish është mirë të themi që ka meshuar edhe mitropoliti i ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka marrë pjesë në formimin e kishës shqiptare të Amerikës në 1908 nga Fanoli. Dhe ky është Irsi Agasangel Chamche. Kisha ka pjesët e saj, si Hayati, Kambanorja, Oborri, ambientet e brendshme me të gjitha vendet ku kryeshin ritualet nga lindja, martesat apo edhe vdekjet dhe të gjitha festat si Pashkët apo Krishtlindjet. Unë në Kokëli kam hyrë nga brenda dhe pas kushtimit, sepse unë jam patjetër 43, pas kushtimit. Edhe ka qenë e frekuentuar. Unë kam fotografi, për shembull pritët e mi, këtu janë kurorzuar. Kam fotografi. Kish një e dyta. Këtu është krijuar shoqata Bashkimi në vitin 1920. Ka të bëjmë në lëvizjen e qershorit 1924. Ne, Irsi, Noli në krye. Vetë logjika e ngjarjeve i bën masa të tjera, që të japin shumë një herë për gjithmonë institucioneve fetare, si qendra të korrupsionit politik, moral e shoqëror. Më pas në vitet e monizmit u shkatrua totalisht. Në vitin 1967, pjesa perëndimore e saj u ça me dinamit. Pasi ngjitur me kishën u ndërtuan edhe një tunel i radhës, pas 2 tuneleve të mëdhenj, të cilët vijojnë përgjatë faqes së shkëmbit, ku pak metra më tej ndodhet lagja Mangalem. Tuneli është në fakt është një nga 3 grykat që kanë gjithë kompleksi tuneleve atje. I treti është brenda territorit të kishës. Kisha e Shënmërisë u dëmtua në pjesën e brendshme të saj në vitet 1960, kur u shkatruan ambientet në të cilën kryeshin ritualet fetare, u mbyllën dritaret me gur, si dhe u mor kumbanarja, ndërsa fresket e brendshme u shkatruan. Ikonat brenda saj u çuan në magazinën ku prej vitesh u dëmtuan duke u mykur, për të rihapur e rikonstruktuar pas viteve 90, me rihapjen e kishave dhe objekteve të kultit në mbar vendin. Mbas 90-s, realiteti i shkyqje, besimtarët e Ratas kanë treguar një kurajo civile, kanë treguar gatishmëri, devotshmëri fetare, sepse në fund të fundit ne jemi përballë kishës së Shën Spiridonit, që në 12 dhjetor 1919 është e para kishë në Shqipëri që rihapet ditën e shenjtorit. Atë Johan Qako nga Metropolia Ortodokse e Beratit shprehet se kisha e Shënmërisë së Ujrave në lagjen Mangalem është pjesë e objekteve të Metropolisë Ortodokse Berat, që janë kthyer tashmë këtij institucioni dhe po punohet ashtu si shumë objekte të tjera për rikonstruksionin e saj, për ta bërë sa më funksionale. Ka tashmë disa vite ku një grup nismetarësh, pasi nxorën edhe një leje nga Bashkia e Beratit, bën punime të brendshme për zgjerimin e kësaj dhe kthimin sadopak në identitet. Është e pamundur tashmë të kthehet ashtu siç ka qenë më përpara, sepse zë pjesën më të madhe të rrugës, por me simbolet e kishës së vjetër duam që të bëjmë një kishës të vogël për t'i përngjajtur të parës. Nuk ruhet diçka thelbësore e rëndësishme, vetëm në murin e mbetur janë disa shenja dritaresh edhe dyersh, të cilat do të kthehen, do të riparohen.
Ndërsa pjesa tjetër që ne po përpiqemi është që t'i përngjaj kishës së vjetër. Pra do jemi ne tashmë me punët që do të jenë në vijim për të rikthyer atë çfarë ka qenë më përpara, por në formë shumë më të vogël. Ndër të tjera, Atë Johani shprehet se janë në përfundim të projektit, ku për ta ribërë dhe kthyer në funksion këtë kishë disponojnë foto të viteve të hershme, ku tregohet që ky objekt ka qenë i madh dhe shumë funksional, i cili përveç se përdorej për ritualet fetare, i shërbente edhe rrugtarëve në ato vite, të cilët gjenin strehim në të pasi ka patur fjetore. Kujtesa e kësaj kishe shumë e madhe, me foto shumë të bukura nga kënde të ndryshme. Ajo ka qenë kishë shumë e madhe, me obor të madh, një këmanore shumë e bukur. Gjithashtu ngjitur saj ka qenë një fjetore që i shërbente jo vetëm antarëve të kishës, po madje gjithë komunitetit, ndoshta nga zonat e larta që vinin edhe të kishin një vend atje për të fjetur. Pra ishte një kishë që i shërbente popullit. Quhet Shënmëria e ujrave, pasi kjo kishë ndodhet pranë ujrave të lumit të Sum. Fillimisht dua të theksoj që kisha është dedikuar fjetjes së Hylindëses Mari, po këtu në Berat njihet me emrin Shënmëria e ujrave për shkak sepse ka qenë në buzë lumit, edhe atje gjithashtu ka qenë një burim uji. Ka shumë kisha me emrin e Perndilincës, që është Shënmëria, ka me emrin Theotoko, ka me emrin Glukofilusa, puthja e embër, ka me emrin Ovigjidra, Drejt Shikusja, fjetja e Shënmërisë, që është ungjillizimi i Shënmërisë, kemi katedralën e Kanas, që është ungjillizimi i Hylincës. Ka qenë një nga kishat më të bukura dhe më të mëdha të qytetit të Beratit. Ishte në një vend dominant, ku edhe sot e kësaj dite, megjithse ka mbetur objekt shumë i vogël, nderohet dhe respektohet nga të gjithë qytetarët e Beratit, jo vetëm ortodoksët, por edhe qytetarë të tjerë të cilët ndalojnë pranë saj. Të gjithë kur kalojnë atje, ndalojnë, bëjnë lutin e tyre edhe shkojnë gjithsecili në përpunët e vet.